Bërthama e brendshme e tokës mund të ketë ndryshuar formë në 20 vitet e fundit, sipas një grupi shkencëtarësh. Ajo zakonisht mendohet se ka formën e një topi, por skajet e saj mund të jenë deformuar me 100 metra, ose më shumë lartësi në vende, sipas profesorit John Vidal, i cili drejtoi kërkimin. Bërthama e tokës është zemra rase e planetit ton, pasi prodhon një fushë magnetike që mbron jetën nga djegja nga rrezatimi i diellit. Bërthama e brendshme rrotullohet në mënyrë të pavarur nga bërthama e jashtme e lëngshme dhe nga pjesa tjetër e planetit. Pa këtë lëvizje, toka do të vdiste dhe do të bëhej më shumë si Marsi shterp, i cili humbi fushën e tij magnetike miliarda vjet më parë. Ndryshimi në formë mund të ndodhë aty ku buza e bërthamës së brendshme të ngurtë prek bërthamën e jashtme metalike të lëngshme jashtëzakonisht të nxehtë. Hulumtimi është publikuar në revistën shkencore Nature Geoscience. Shkencëtarët fillimisht po përpiqeshin të zbulonin pse bërthama e brendshme mund të ishte ngadalësuar në një ritëm të ngadaltë se rrotullimi i tokës, përpara se të shpejtohej përsëri në vitin 2010. Të kuptuarit se si funksionon bërthama e tokës është thelbësore për të kuptuar fushën magnetike që mbron planetin dhe nëse kjo mund të dobësohet apo ndalet. Brenda planetit tonë është një vend jashtëzakonisht misterioz. Bërthama është rreth 4000 milje nga sipërfaqja e tokës dhe pavarësisht përpjekjeve më të mira, shkencëtarët deri më tani nuk kanë qenë në gjendje të arrijnë atë. Pra në përpjekje për të zhbllokuar sekretet e tij, disa studiues matin valet godice të shkaktuara nga tërmetet, ndërsa ato valviten nëpër planet. Mënyra se si valet udhtojnë zbulon se çfarë lloj materiali kaluan, duke përfshirë thelbin e brendshëm dhe ndihmon për të pikturuar një pamje të asaj që shtrihet nën këmbët tona. Analiza e re shikoi modelet e valve sismike nga tërmetet që u përsëritën në të njëjtin vend midis 1991 dhe 2023. Kjo ndihmoi për të treguar se si bërthama e brendshme po ndryshon me kalimin e kohës. Profesori Vidal, një shkencëtar i tokës në Universitetin e Kalifornisë Jugore, gjeti më shumë prova për të mbështetur teorinë se gjatë atyre viteve, bërthama e brendshme u ngadalësua rreth vitit 2010. Por ekipi i tij gjeti gjithashtu prova të ndryshimit të formës së bërthamës së brendshme. Duket se po ndodh në kufirin e bërthamës së brendshme dhe të jashtme, ku bërthama e brendshme është afër pikës së shkrirjes. Rrjedha e lëngshme e bërthamës së jashtme si dhe tërheqja nga një fushë e pabarabartë e gravitetit mund të shkaktojë deformim. Profesori Hrvoje Tkalčić nga Universiteti Kombëtar Australian, i cili nuk ishte i përfshirë në studim, tha se dokumenti ofron një koncept interesant që duhet të ulëmtohet më tej. Ai tha se mund t'i lejoj shkencëtarët të bëjnë vlerësime më të informuara të disa vetive të rëndësishme të materialit, siç është viskoziteti i bërthamës së brendshme, i cili është një nga sasitë më pak të njohura në shkencën moderne. Me kalimin e kohës, bërthama e jashtme e lëngshme po ngri në bërthamën e brendshme të ngurtë, por do të kalojë miliarda vjet para se të bëhet plotësisht e ngurtë. Me siguri do të nënkuptonte fundin e jetës në tokë, por deri atëherë planeti tashmë ka gjasa të jetë gëlltitur nga dielli. Puna e profesorit Vidal është pjesë e hetimeve nga ekspert në mbar botën që eksplorojnë dhe debatojnë mbi atë që ndodh në thelb. Në shkencë, ne përgjithsisht përpiqemi t'i shikojmë gjërat derisa t'i kuptojmë ato, tha Vidal. Me të gjitha gjasat, ky zbulim nuk ndikon në jetën tonë të përditshme, por ne vërtet duam të kuptojmë se çfarë po ndodh në mes të tokës, shtoi ai. Është e mundur që ndryshimet të lidhen me ndryshimet në fushën magnetike të tokës. Fusha magnetike ka pasur dridhje në periudha të ndryshme në dekadat e fundit dhe ne do të donim të dinim nëse kjo lidhet me atë që po shohim në kufirin e brendshëm të bërthamës, theksoi ai. Vidal kërkoi kujdes në lidhje me futjen e gjetjeve në idet se bërthama do të ndalojë së shpejti rrotullimin. Ai gjithashtu shtoi se ka ende shumë paqartësi. Ne nuk jemi 100% të sigurt se po i interpretojmë sakt këto ndryshime, duke thënë se kufit e njohurive shkencore po ndryshojnë gjithmonë dhe si shumë, nëse jo të gjithë studiuesit, ai ka gabuar në të kaluarën.